Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj mori pjesë si folës dhe panelist në konferencën ndërkombëtare AIOS Konferencë 2025, ku përfaqësues nga Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës diskutuan mbi temën e Building Kosova al Future. Në fjalimin e tij, kryetari Totaj ndau përvojën e Prizrenit në procesin e transformimit digjital dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në qeverisjen lokale, duke theksuar rëndësinë e inovacionit si mjet për zhvillim dhe transparencë. Në Prizren besojmë se teknologjia duhet të jetë mjet për transparencë, efikasitet dhe zhvillim të qëndrueshëm. Inteligjenca artificiale nuk është vetëm e ardhmja, ajo është e tashmja, pjesë së tashmës sonë dhe ne po ndërtojmë themele për ta bërë atë pjesë të përditshme të qeverisë lokale, theksoi Totaj. Ai shtoi se përmes investimeve në infrastrukturën digjitale dhe bashkëpunimit me partner ndërkombëtar, Komuna e Prizrenit synon të krijojë model të qeverisjes moderne dhe të hapur ndaj qytetarëve. Po ndërtojmë themele për një qytet ku inovacioni i shërben qytetarit dhe ku brezat e rinja gjejnë hapësirë për të krijuar, mësuar dhe udhëhequr. Kjo është rruga që po ndjekim për ta bërë Prizrenin shembull të suksesit digjital në nivel vendi, u shpreh ai. Konferenca 2025 bashkoi ekspertë të fushës së teknologjisë, përfaqësues të institucioneve publike dhe partner ndërkombëtar për të diskutuar mënyra se si inteligjenca artificiale mund të integrohet në shërbimet publike dhe qeverisje efikase.